Shtetet e Bashkuara ulin tarifat për pakot e vogla nga kompanitë kineze. Tarifat e reja për pakot e vogla me vlerë deri në $800 janë ulur nga 120%, tha në një deklaratë Shtëpia e Bardhë, pra janë ulur në 120. Tarifa fikse për çdo artikull që do mbetet $100 për dërgesat të dërguara pas 2 majit, ndërsa një tarifë prej $200 do të aplikohet nga 1 qershori është anulluar. Gjigantët e shitjeve online kineze shenë dhe Temu më parë kishin përdorur përjashtimin de minimis për dërguar artikuj me vlerë të ulur të drejt për drejt të klientët e tyre në SBA pa pasur nevojë të paguajnë takse ose tatime importi. As Shein dhe as Temu nuk u përgjigjen menjëherë kërkesave për koment. Rregulli pa detyrim doganor u mbyll nga administrata Trump më herë këtë muaj, shkruan BBC. Disa plerës i thanë se ata nxitonin të bënin blerje përpara këtij afati. Normat më të reja erdhën pas një deklarate të përbashkët të Shtetit e Bashkuara dhe Kinës që njoftuan se do ulin përkohësisht tarifat reciproke dhe do nisin një raund të ri negociatash tregtare. Tregjet e aksioneve u rritën pas deklaratës së Trumpit se bisedimet e fundjavës kishin rezultuar me një rivendosje të plotë të kushteve të tregtisë mes dy vendeve, një lëvizje që ndihmon në uljen e shqetësimeve për një luftë tregtare mes tyre. Sipas marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara do të ulin tarifat nga 145%, ndaj Kinës për mallat amerikane do të bien në 125%. Trump tha gazetarëve, pasi disa nga taksat janë pesulluar dhe jo anulluar plotësisht, ato mund të rriten përsëri pas 3 muajsh nëse nuk bëhet shumë përparim. Por presidenti tha se nuk priste që ato të ktheheshin në nivelet e mëparshme për 145%. Ne nuk kërkojmë dëmtojmë Kinën, tha Trump pasi u njoftua marrëveshja, duke shtuar se Kina po dëmtohet shumë keq. Trump shtoi se priste të fliste me presidentin Xi ndoshta në fund të javës.